10 arsyet pse urina juaj mund të ketë erë vërtet të çuditshme. Për shumicën e njerëzve, urinimi është një detyrë kaq e përditshme sa e bëjnë pa menduar shumë. Por ndodh kur uleni dhe urinoni, vreni që urina ka një erë të rëndë. Ka disa shkaqe pse ndodh kjo. Ju jeni të dehidratuar. Ky është një ndër shkaqet përse urina ka erë të fortë. Mospirja mjaftueshme ujit kur trupi juaj dehidratohet, urina ka erë të fortë dhe duket me ngjyrë të errët. Kjo është mënyra e trupit tuaj për t'ju thënë që duhet të hidratoheni. Mos prisni derisa urina juaj të jetë e verdhë që të pini ujë shtesë. Mbani gjithmonë afër një shishe me ujë dhe pini sa herë që ta ndjeni. Nëse hidratoheni mirë, urina juaj do të marrë një ngjyrë më të zbetë dhe kur ajo është shumë e qartë, kjo tregon që jeni shumë të hidratuar. Sasia optimale ujit çdo ditë është të paktën 8 gota. Keni ngrënë diçka të çuditshme. A keni ngrënë ndonjëherë diçka të çuditshme si asparagus dhe keni vënë re se urina juaj ka pasur më pas erë? Ju nuk jeni të vetmit. 40% e njerëzve në të vërtetë mund të nuhasin një ndryshim në urinën e tyre pasi kanë ngrënë asparagus, sipas një studimi të bërë në vitin 2016. Por asparagus nuk është ushqimi vetëm që mund të ndryshojë erën e urinës tuaj. Disa ushqime si lakra, qepa dhe disa erza, hudhra, keri, salmoni, alkooli, madje edhe kafeja mund ta ndryshojnë erën e urinës. Nga ana tjetër, ananasi bën që urina të ketë një erë më të ëmbël. Një dietë e pasur me krip mund të bëjë që urina juaj të jetë më e përqendruar, duke i dhënë asaj një aromë të fortë se ajo që mund të jeni mësuar, por nëse kripa e shumë të shkaku i urinës tuaj me erë, mund të keni probleme më të mëdha. Disa studime lidhur me dietat e pasura me krip, me ulçer në stomak dhe infeksione dhe një tepritse e kripës gjithashtu mund t'ju mbajë të dehidratuar sepse natriumi nxjerr ujë nga qelizat tuaja me anë të gjakut. Keni konsumuar kafe. Disa njerëz mund të vërejnë një erë të ndryshme kur konsumojnë kafe. Kjo erë është për shkak të metabolikëve nga komponentët në kafen tuaj. Kjo mund të ketë lidhje me faktin se kafeja është diuretike. Mund të jeni dehidratuar, por nëse zbuloni se akoma keni urim erë të keqe, edhe kur nuk pini kafe, ja vlen të shkoni tek mjeku juaj. Ju keni një infeksion të traktit urinar. Arsyeja me zakonshme mjekësore për urinën me erë të keqe te gratë është një infeksion i traktit urinar. Në fakt, urina që ka një erë të fortë të amonjakut ose një aromë pak të ëmbël është shpesh indikacion i parë që keni një infeksion të traktit urinar. Bakteret që shkaktojnë infeksion prodhojnë erë përveç se urina juaj mund të shfaqet në një ngjyrë disi të kuqe dhe ju jep ndjesi djegje. Nëse dyshoni për një infeksion të traktit urinar, bisedoni menjëherë me mjekun. Mund të keni diabet ose paradiabet. Një nga mënyrat e para që tregon se shfaqet diabeti është në banjë, duke bërë që të keni nevojë të urinoni më shpesh, për shkak se trupi juaj nuk përpunon sheqerin në të njëjtën mënyrë si të tjerët. Ju mund të keni gjithashtu urinë me erë të këndshme, fal sheqerit shtesë që ekskretohet nga veshkat tuaja. Kështu që nëse e gjeni veten duke vrapuar në tualet më shpesh se zakonisht, ju mund të kontrolloni nivelin e sheqerit në gjak. Me shumë mundësi, urina me erë të këndshme do të jetë një shenjë e diabetit tipi 2, lloj që ndodh kur trupi juaj nuk prodhon insulin mirë dhe prandaj nuk mund të rregullojë sheqerin në gjak, sesa tipi 1 i cili është shumë i rrallë dhe ndodh kur trupit i dikujt nuk prodhon insulin fare. Ju jeni duke përdorur spray aromatizues. Nëse jeni akoma duke përdorur diçka të tillë, duhet të ndaloni urgjentisht. Jo vetëm që spray nuk e pastron organin tuaj gjenital, por gjithashtu mund të shkatërrojë mikrobiomin e zorrës tuaj gjenitale, duke bërë që aroma erave të këqija të përkeqësohet në vend që të përmirësohet dhe kjo përfshin edhe erën e urinës. Shumë nga shkaqet e erës të urinës kanë të bëjnë me bakteret dhe përdorimi i sprajve mund të shkatërrojë bakteriet natyrale. Shkatrimi i tyre në këtë mjedis kaq delikat mund të dyfishojë rrezikun e kancerit të vezores. Nëse jeni të shqetësuar për erën, mund të kontaktoni me një mjek për të parë shkakun e vërtet në vend që të përpiqeni të përdorni spray aromatizues.
Ju keni gur në veshka. Gurët në veshka janë masat forta që mund të formohen veshkat tuaja kur disa kimikate në urinën tuaj fillojnë të kristalizohen. Nëse kjo nuk është mjaft e qartë, le ta sqarojmë. Gurët në veshka formohen prej urinës dhe ndërsa guri në veshka përpiqet të dalë me urinën, ai mund të shkaktojë dhe një infeksion të traktit urinar, gjë që bën që kjo e fundit të ketë erë të keqe. Gjithashtu mund të keni dhimbje në shpinë ose në njërin anë. Po krijohet një infeksion maja. Infeksionet maja ndodhin kur kërpudhat natyrale që jetojnë në vaginën tuaj shpërsohen. Nga ndonjëherë ky lloj infeksioni qëndron i fshehur dhe zbulohet dhe ndodh zakonisht kur merrni antibiotik, jeni shtatzan, keni diabet pa kontrolluar, keni një sistem imunitar të dëmtuar ose filloni të merrni ose pilulat hormonale kundër shtatzanisë ose hormonet e rekomanduara për menopauzën. Infeksionet maja kanë një erë të veçantë fal mosbalancimit të baktereve vaginale. Duke qenë se uretra është shumë afër me vaginën, edhe urina mund të marrë erë. Ju keni një çrregullim gjenetik për të cilin nuk dini gjë. Kjo mund të ketë më pak gjasa që të ndodh, por mund të keni një gjendje mjedisore të quajtur trimethamiluria, e cila u jep erë të tmerrshme trupit pa marrë parasysh se lani dhëmbët, bëni dushe të tjerë. Sipas Institutit Kombëtar të Kërkimit të Gjenomave Njerëzore, trimethamiluria është më e zakonshme tek gratë dhe simptomat mund të përkeqësohen ose të bëhen më të dukshme rreth pubertetit ose përgjatë periodave pas marrjes së kontraceptivëve oral ose rreth menopauzës. Nuk ka shërim për këtë sëmundje, por duhet punuar me mjekun tuaj. Ekzistojnë disa mënyra se si mund ta menaxhoni.